Në një zhvillim të papritur diplomatik, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe ai serb Aleksandar Vučić zhvilluan një bisedë telefonike që po shihet si një kthesë e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve. Mesazhet e publikuara më pas nga të dy liderët sugjerojnë një afrimitet të ri dhe ndoshta një ndarje të qetë të Beogradit nga orbita e ndikimit rus. Ka gjëra ku mund të ndihmojmë njëri tjetrin, deklaroi Zelensky pas bisedës, duke shtuar se palët diskutuan mundësi për bashkëpunim në sigurinë rajonale. Në një ton të ngjashëm, Vučić e përshkroi komunikimin si të hapur dhe domethënës, duke theksuar se ka hapësirë për mbështetje të ndërsjellët dhe se të dy do të vazhdojnë të punojnë së bashku. Për shumë vëzhgues, ky është një sinjal që shkon përtej mirësjelljes diplomatike. Serbia, një nga pak vendet evropiane që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, duket se po teston ujërat e një pozicioni më të ekuilibruar, ndoshta të diktuar nga realitetet ekonomike dhe presioni ndërkombëtar. Së fundmi vetë Vučić pranoi se municionet serbe mund të kenë përfunduar në Ukrainë përmes vendeve të treta, një pranim që shumë në Moskë panë si tradhti. Ndërkohë Beogradi ka ofruar Bashkimit Evropian mundësinë për të blerë stokun e tij të armëve, duke lënë në dorë të blerësve se çfarë ndodh me to më pas. Në praktik, kjo do të thotë se armët serbe mund të përfundojnë në frontin e Ukrainës, pasi marrëveshje të drejtpërdrejtë me Kievin.